shumë buj, Zë Mustafa, për emrin e familjes Jashari. U përmend shpesh, u përdor edhe nga eksponent politik, dhe në fund dolen vetë antarët e familjes Jashari, thënë, jo, si na të interesumna. Si sheni këtë çështje? Kam po një prononcim të Murat Jashari. Unë po ju them, unë jam mik i asaj familje, kam qenë edhe para luftës, sa ishin gjallë komandanti legjendar Adem Jashari dhe Hamza, bashkë me Shaban, jam njohur me ta, dhe jam ndije shumë mirë me deklarimin e Muratit, ka folë si burgshtetas, ka folë si njëri që e njerë rrethonat, si njëri që është i gatshëm për sakrifica, dhe më ka kthyer në kullën e Jasharëve prononcimi i Muratit dhe e falenderoj për atë prononcim. Ai i dha fond spekulimeve për familjen dhe familjeve Jashari, dhe familjes Jashari. I tregoj formën dhe mënyrën kur do të vinte shprehje ai për të marrë pozicion zyrtar për Republikën e vet, për shtetin e vet. Dhe nuk duhet me u vu ta shprehje e spekulimeve të tjerëve që e kanë politike, pra u përmend. Ndoshta po ju pyesën se që nuk është bashkë gjë e mirë, pra që të përmenden ata mas po që është politik, nuk është politik, është gjë që nuk është dashur të ndodhë, që të vihet në lojë, emrat të rëndësishëm që kanë të bëjnë me moralin tonë të luftës edhe pas luftës, edhe të jetëgjatësisë të shtetit tonë. Unë nuk kisha dashur që të folet për emrat e rëndësishëm të vendit tonë. Dhe që t'i kthejme edhe një herë, sepse vetëm e pashtë të mëvojshme të marrë një opinion nga ju për çështjen e familjes Jashari, dhe për kthejme një kësaj temës kyçe të ditës, sepse na kanë mbetë edhe një javë deri në përfundim të afatit për zgjedhjet e presidentit. Po më intereson një opinioni juaj, Zë Mustafa, sepse opozita po qëndron disi e heshtur. A do duhej që kishte një unifikim të opozitës, pra që të paktën të kishin një emër për kandidat. Po DK-ja ka 22 deputet, LDK-ja 15, AK-ja 6. Të gjithë e dinë që mundësia është vetëm duart të kryeministit Kosovë, duart të Albin Kurtit, kryetarit lëvizjes vendosje. Askush nuk ka dëshirë të bie prej e lojrave taktike që në këtë rast kesh me bo vendosja me cilin do prej partive politike. Është në pozitë kryeministi Kurti që të vendos për këto çështje që të mos na mbajë zvarr dhe të bëj po më duket që rruga është duke shkuar andej që